Të dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, mirë se erdhët në emisionin ton Argument. Sot kam ftuar mikun ton, analistin do ta quaj tashmë për avokatin e mirënjohur Apollon Brau. Do të shohim fushatën zgjedhore, si po shkon ajo. Do të analizojmë nga pikpamja juridike pas u morën dhe vendimet më të fundit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për një çështje mjaft të prekshme për diasporën, për votimin e diasporës për herë të parë, dhe pastaj do të analizojmë nga pikpamja politike fushatën zgjedhore të dy partive kryesore. Zoti Apollon, mirë se erdhët. Mirë se gjeta. Është e rëndësishme që këto zgjedhje të jenë zgjedhje të cilat të mos kontestohen nga OSBE Odiri. Përgjithsisht gjithë zgjedhjet në Shqipëri ka pas nga një detyrë nga OSBE Odiri, aq më tepër që për herë të parë në këto zgjedhje do të votojë dhe diaspora. Votimi i diasporës kishte fillimisht boshllëqe ligjore. Tashti ju si jurist, si shihni, si u ka përcyen këto boshllëqe ligjore? Tashi, ligji ekzistues mi bazë të cilit mbështetet organet shtetërore që organizojnë zgjedhjet në Shqipëri, është ligji i datës 29 dhjetor të vitit të largët 2008. Kjo doli pas marrëveshjes Rama-Berisha apo Berisha-Nano, Berisha-Rama, e njëjta gjë, pra derisa është marrëveshje për bashkët, secili mund të vihet dhe sipas Berishës mbi kërkesën e Ramës, u vendos kështu siç është, dhe ligji që është favorizon dy partitë e mëdha, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike që është në Shqipëri. Pavarësisht se kujt ja vën me fjalë fajin e ashtu quajtur far, ky ligj është demokratik, ishte demokratik, edhe po të ndryshohet prap nuk është se është demokratik. Është ndryshuar disi në për në vazhdim të asaj që thatë, se i dhe mirë i kuptohet, është ndryshuar disa herë, po ndryshimi esencial, po thuaj se nuk është bërë, me përjashtim të faktit të fundit, që u lejua dhe diaspora të bëj votim që nga diaspora, se drejtë e votimit nuk e ka hequr asnjëherë ligji shqiptar, po duhet ishte gati inekzistent, se s'mund shkoj njeriu nga Amerika, të shkoj të votojë në Shqipëri ose nga Anglia të shkoj në Shqipëri etj. Pra në këtë kushte mund të votojmë aty ku ndodhet gjithë secili, qoftë edhe 2 veta, qoftë edhe 5 veta, qoftë në Australi, qoftë në Zelandë etj. Për kuriozitet, avokat, janë 85 vende, domethënë shqiptar në 85 vende dhe numri i përgjithshëm i votuesve diasporës është rreth 245.000. Po, për rrumullakësi, për efekte lehtësie, unë e përmend gjithmonë 250.000 votues, nga të cilët natyrisht do ketë firët e tij të mundshme, po mbi 200.000 mendoj që do të jenë de facto votues të poshtë. Tani, siç është ligji, thash, favorizon Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike, sepse partitë e vogla, që mund të marrë një numër të kufizuar votash, po t'i mbledhësh në gjithë Republikën, këto partitë e vogla, arrinë të kishin 1 ose 2 deputet, ose qoftë edhe 1. Po 10 partitë vogla, nga 1 janë 10 deputet ata. Në totalin prej 140 deputetë që ka Shqipëria, 10 deputet nuk janë përcaktues, po gjithsesi në momentet caktuara janë nxitës, janë kritikues, janë shtrojnë presionin e tyre përmi ligje të caktuara. Po ky ligj po nuk arrit e minimumin më të ultën e mundshme, ato 5.000, 10.000, 15.000 mund të ngelin të ikin kot, digje se thot populli, sepse dihet që forca partive të vogla, po të ishe rarë në Republikën e Fitorit, po të ishe ndarë, se sot ishe ndarë në 12 qarke, në 12 qarke vështirë se kapin edhe një deputet. Nuk po them deri tani. Por në këtë vit, ka diçka ndryshim, sepse dhe partitë e vogla sikur duken në rrugë të mbarë, e parë kjo në mitinget që bëjnë, por megjithatë unë jam pak skeptik për këtë, për të fituar ato, por jo më shumë të gjitha bashkë se sa 10 deputetë, që pas mendimit tim paraprak, sepse asnjë s'ka asnjë përvojë, asnjë është një parashikim kjo. Nësa të flasim për atë që u pyetet për diasporën. Komisioni Qendror të Zgjedhjeve dhe ligji shqiptar e ka bërë që kostot
për votimin e diasporës përballojnë nga shteti shqiptar. Nga qeveria shqiptare sepse ajo ka fondet. Dhe Komisori Qendror Zgjedhjeve i ka marrë gjithë fletushkat e mundshme, i futen në zarfat përkatëse dhe dërgohen në çdo shtet që nga Amerika, ne na intereson shumë Amerika. Ata thanë që të Amerikës do dërgojnë më përpara me që është më larg. Ata gjithmonë do mundohen të gjitha më përpara të dërgojnë, po natyrisht nuk është më larg se Amerika që ka një shumicë jo të vogël, nuk mund të jetë Australia që ka shumë më pak. Kështu që mendoj që brenda datës 25, rreth datës 25 do shkojë secilit fleta e votimit e mbyllur dhe është individuale kjo fletë dhe do shkojë secilit me emër. Për shembull, nëse do vi fleta e merr Napoleon Brau, nuk më japin gruas time, po do japin mua. Dhe unë nëse jam, natyrisht do të lënë shërimin përkatës, shkoj ta marr tek është qendra tek posta, po e themi, tek vendi që e sjell posta konkrete. Pra, në një kuptim është organizuar mirë, sakt pavarësisht kostave që për shtetin shqiptar është diçka. Dhe duhet kjo sa më shpejt kushdo që e merr ta plotësoj dhe ta nis sa më para. Për lehtësi, sepse mund të ketë votues të ri dhe njerëzit janë larguar me kakoj nga Shqipëria dhe plus që nuk e gjojnë sistemin zgjedhor të atij shteti, atje brenda ka fletën udhëzimin përkatës. Ai udhëzimi në Shqip është dhe s'ka shqiptar që voton dhe nuk di shqip. Dhe atje është tepër lehtë pastaj për të plotësuar. Po një gjë e ndryshme në këto zgjedhje krahas atyre që përmendët ju, është dhe fakti tjetër që forcat politike i ndan deputetët e caktuar dhe deputetët të cilët zgjidhen në pas të votave të tyre. Edhe në këtë mes... Jo, kjo nuk është se i ndanë ato, po në ndryshim nga ligji i kaluar, zgjedhjet të kaluara, gjykata kushtetuese në Shqipëri tha që duhet të bëhet jo komplet e mbyllur, po do ketë një kufi të mbyllur të tjetë dominojnë dhe hapura. Kjo është saktuar sipas domethënë. Pra, kjo është orientim kushtetues. Orientim kushtetues i gjykatës. Ky orientim kushtetues i gjykatës nuk është detyrues se pik për pik se si ta bëj, sepse gjykata thotë duhet të ketë. Dhe partitë politike, 2 të mëdhat, megjithëse PD-ja në fillim tha nuk e votoj, por në fund e votoj. Pra, marrëveshja prapë PSD është, marrëveshje normale, jo pazare siç thonë. Në fundit çdo votim është çështje interesash. Nuk mund mendoj që PD-ja të ketë interes të fitoj PS-ja ose PS-ja të ketë interes të fitoj PD-ja ose një parti tjetër e vogël. Pra, s'duhet gjësh politikë fare që të mendosh se ka aq humanizëm politik sa çka humanizëm në jetën shoqërore e familjare. Pra, është luftë e ke vëlla. Po, kur vjen puna për interesat e partijake, je kundërshtar. Nuk je armik, po kundërshtar je. Pra, dhe një e treta lejon ligji që të jenë të mbyllura. Po ka një gjë, duket kjo, kur e thua në konceptin e parë, në digimin e parë, një e treta të mbyllura me fjalë ta fitojnë, është sigurt ta fjala e mbyllur, me fjalë ta 10 të parët. Për shembull, në Tiranë, Partia Socialiste kishte 18 herën e kaluar, marrëm Tiranën. Nga 18, Partia Socialiste 12 parët i ka vendosur në listat mbyllura dhe 6 të tjerët rrinë listat hapura. Se 1/3, po 1/3 36, se ka 36 deputet të mundshëm Tirana. Nga i bie 12 në këtë. Dhe pra, duket kë 12 që sikur dalë po mirë se ka ato tjerët, po ato tjerët nuk e fitojnë gjitha PS-ja. Pra, de facto, lista e mbyllur, megjithëse duket se është 1/3, kalon jo 2/3, se ata 2/3 janë në listë, po nuk mendohet që Partia Socialiste fitojë 37 që janë bërë të rinë Tiranë, po më e madhe sikur në ditët më të ashtu do vej 20, nuk do vej prapaq. Pra, për 7 veta, për 6 veta do luftojnë të gjithë personat e tjerë që janë në listën e hapur, me njëri tjetër. Po pra, kjo ka shkaktuar. Kjo dhe për PS-n, dhe për PD-n. Dhe për PD-n, për të dyja. Ka pak kënaqësi nga personat të cilët pretendonin të ishin në listat mbyllura që janë në listat e hapura. Jo, PD-ja nuk është aq e ndjeshme kjo, pa kënaqësi në këtë rast, sepse Berisha jo se donte ashtu, po i detyruar nga fakti. Ka futur partitë e vogla. Sepse
nuk mund të mendosh që të marrësh Partinë Republikane në koalicion, ato pak vota, 10.000. 10.000 po është një deputet, ose afër një deputeti. Po se bërë ti që futë listë të sigurt kryetarin e asaj partie, nuk vjen koalicion fare me tyra. Po hum një deputet tu, hum një atje, i bie nga një mundësi barazimi ose fitore, të kalosh e sigurt 100% që në humje. Dhe u detyrua me kësë është koalicion, 25 parti, a 26 parti, do u japësh dhe atyre të vegjilve diçka. Dhe ja futur dhe partitë e vogla, me gjithë se kanë shumë numër të vogël të mund që vota nga populli, i ka futur këtu dhe në 12 e parë, Partia Demokratike ka futur figurat e vjetra, të gjitha, po thuaj se të gjitha. Kalon jashtë, që pas mendimit tim që s'duhet ta linde, Jonida Tabakun. Kjo është ndër zërat më të dëgjuar të Partisë Demokratike. Se kalon dhe PS-ja, po PS-ja i kalon gjithë. Pra, parimorët të gjithë armatën e vjetër dhe të konsoliduar i kalon jashtë. Me Majko, me Gjafar, e tjerë, se ne njojmë. Pra, dhe ka futur në listë sigurt, këta që janë 3 të panjohur për të konsoliduar. Kjo është një politikë që e bën gjithmonë, i forti e ka këtë luks për ta bëjë këtë. Nësa Berisha po të bënte këtë, si që bëri Rama, i binte që të shpërndashi, të mos binte koalicioni me 25, po të binte koalicioni me 2-3. Do ishte detyruar. Pra, nuk është e drejt që s'është e drejt gjithmonë, shkele ligjore s'ka asnjë ralloj forme, po në kuptim më parimor të bësh si Rama, po Rama los me këtë rast luan me fitoren apo e ndikon më shumë në fitore kjo nari që ka vënë ata në të listën e pasigurt, ata figurat e njohura, apo japin shumë, është një pikë pyetje. E njohura, ata mund të mbasen do t'i largoj? Jo, e ka një arsye tim, në fakt. Është një ekip i fortë, që të bëjë një lot, unë ekipin e fortë e kam, e mendoj këtë ndeshje të fituar, se kështu e parashikon, bën planin e tij, dhe nuk futet dot, nuk bëhet dot një sportist i mirë i ri, thot ai, i mirë që fillim pa lozur. Pra i fut në garë ata që po t'i lihen listën e dytë, ata smirrin, të fitojnë këta, konsolidojnë dhe ata ndërmjet atyre 15-20 të tjerë që janë, le të fitojnë 5-6 kush qëtë bizoti. Po ka dhe luksin tjetër, sepse për shembull, në rast se fiton Gjafaj për shembull. Ai thot do bëhet ministër i mbrojtjes i bën Gjafaj. Duke menduar dhe ata nuk ndjen, duke menduar fitore, ka poste qeveritare sa të duash, shteti ka plot poste sa të duash, me ambasada, me... Pra, mendon i le të kënaqur përsëri, sepse u jep poste tjera që në fund njeriu zanatesh, vend që paguash deputeti, po vend paguash dhe s'vësh ministri. Kështu që mendon e zgjidhur këtë pikë. Si mendoni, për ta mbyllur këtë pjesën e parë, është e zgjidhur konteksti juridik për zgjedhjen? Jo, para se asaj, mos të harroj dhe mos ngellet me rakën gjë, në lidhje me fletë të votimi që do vinë. S'duhet asnjëri që të mendoj sepse am në Amerikë, për shembull, dhe mund të aplotsoj këtë unë për gruan, ta aplotsoj për vajzën, për djalin, sepse gjërat tilla janë vepra penale në Shqipëri dhe jo të mendoj se am në Amerikë, s'më ka pa i ligj, sepse ai ligj të ka... Ku ta di ata që qojnë? Po në qoftë, asgjë nuk dihet, po si puna saj, mos guxoj njëri të vjedh, ai që s'kapet dhe s'kapet. Po ja del shkrimi i njëjtë, shumë. Po Dikush thot, ky është shkrimi ati. Kush nga shtëpia jote mund ta denoncoj nesër pas nesër. Kur thua si është ligji, nuk e parasysh ato kapet as do kapet. Ndalohet votimi familjar. Ndalimi i vjedhjes, ka plot që vjedhin dhe s'kapen. Ka plot që vrasin, por vrasin ndoshta edhe kapen më shumë. Pra, kur thua nuk lejohet dhe të kesh kujdes, nuk kam parasysh se të gjithë do e bëjnë ato. Po pse duhet ta bësh një gjë, më mirë s'voton fare gruaja ose s'voton fare ti, se sa ta bësh një gjë që ke pasoja penale, dhe janë të rënda ato, dhe shetë shqiptarë të kërkojnë shumë mirë këtu ku je, Amerika të ekstradorën për një herë në Shqipëri, është e sigurt, dhe pse duhet ta bësh këtë? Do të ndihmosh atë parti, ndihmoje. Tjetër, kur të votojnë, ata që do votojnë, nuk duhet të votojnë Pandelim Majko PS dhe të votojnë këtu Partinë Demokratike. Quhet vot, s'është vot fare. Pra, o do votosh subjektin edhe personin. Dhe personin brenda atij subjekti se quhet e pavlefshme. Nëse voton vetëm partinë pa vënë asnjë emër, prapë quhet e vlefshme për partinë pa emër konkret të asaj partie. Për çdo parti.
si udhëzim praktik. Jo, shumë mirë që a bërë të ditur teleshikuesve një gjë të tillë. Tani të ndalemi në pjesën e dytë të emisionit. Pjesa e dytë ka të bëjë me fillimin e fushatës elektorale, dy grupimet kryesore dhe partitë e vogla, ndërkohë kanë filluar fushatën elektorale, por ne do ndalemi tek veçoritë e fushatës elektorale të Partisë Socialiste në pushtet dhe veçoritë e opozitës së mbështetur dhe të drejtuar nga ish presidenti dhe kryeministri Berisha. Çfarë të ra në sy në këto dy hapje fushatës? Tani, ju thoni për këto dy hapje, them dhe dy llafe për ato hapje që janë të që duken që sikur s'do fitojnë asgjë, po që janë si një shpresë për mendimin tim për të ardhmen. Ato partitë e reja që quajmë ne, kanë bërë një hapje dinjitose për buxhetin e tyre dhe për mundësitë e tyre dhe për qenin e tyre për herë të parë. Uroj se këto dy të para s'ka nevojë të uroj sepse këto e fitojnë, njëra prej tyre do fitojnë, nuk diskutohet ata. Pra, uroj që ata të jenë në rrugë të mbarë, të ecin ashtu, sepse ata s'ka asnjë mundësi që të pakën që në start të ketë dikush të korruptuar, se pastaj çdo qeveri, çdo pushtet korrupton njeriu, thonë, është vetë pushteti. Po gjithsesi, në startin e tyre s'ka asnjë prej tyre dhe uroj për të ardhmen. Nësa për fushatën e dy partive kryesore, Partia Socialiste, me thënë për socialiste në para sepse është forca kryesore në pushtet, forca që ka më shumë dhe Partia Demokratike, dhe një nga këto dyja s'ka nevojë të njohësh shumë politikën, dihet që një nga këto dyja do të fitojë. Tani, hapja e mitinjet e para ose hapja fushatës, që është afati është 30 ditor, që pra 30 ditor i bie që 11 maj është fushata, ajo hap datën 11 prill. Në startin e tyre ishte plotësisht e parashikuar që do të bëheshin hapje madhështore të dyja. Janë të dyja hapjet të menduara në mënyrë të saktë nga ekspert, plus që të dyja kanë një eksperiencë mi 30 vjeçare tashmë, mi 30 vjeçare, se që në 91 deri sot i bie 34 vjet eksperiencë, dhe në krye të tyre kanë dy njohës të mirë të ndikimit që ka hapja e asaj, sepse në fundit vota merret jo vetëm me duke reklamuar ato që ke bërë aso ato që do të bësh, po edhe pamja ka ndikim në pra mushja e mendjeve direkt në miting ka rëndësi të madhe për ata të lëkundurit, sepse ata fansat ose tifozat e PD-s dhe për PD-n do fitojnë, tifozat e PS-s me PS-n do fitojnë. Po është ai 20-30% që i diskutueshëm, ai e lën për kohën e fundit, po jo 20-30%, po sikur 2% të luash nga ajo që ke marr, luan një numër të jo të vogël deputetësh në atë si din tënde. A i quani qetje, zoti Rama dallohet për këtë, për fantazinë. Jo, dhe Berisha ka pekurin, për shembull, ne nervosojmë ndonjëherë, po Berisha luftoi kundra rrymës, sepse tresh nuk themi se ka kundra Amerikën, po gjithsesi Amerika shpesh herë ka shfaqur kundërshtinë ndaj veprimeve të Berishës, pse është non grata. Pra, të arrish të fitosh një parti që e ke dorëzuar, për së dyti tregon aftësi. Mosha, natyrisht, është mosha për shanse për të qenë kryeminist, apo personalisht do thoshja të zgjidhet, po fitoj Berisha, ose që tani pa fituar, duhet të thotë kryeministër, duhet të jetë e zëm, ose një nga ata të mundshmit e tyre që ka besnik, dhe ai mund ta udhëheq atë shtet, mund ta udhëheq atë qeverisë ose s'ka shtetin, duke qenë këshilltari i tij dhe ai që zgjohet nga ai personi nga Berisha, natyrisht mund të bëj kundra Berishës, se e di që Berisha prapë shkarkon. Po. Kjo do ishte po t'isha unë këshilltar i PD-s këtë do bëja. Se bën, ka dhe i arsyet e tij, natyrisht, nuk duket se pa arsye, sepse s'bën Berisha veprime, s'bën. Arsye politika s'bën nga të këtyre dy llojeve. Po, zgjedhja ishte saktë me parasysh faktin që duhet që paraprakisht thoshte, në rast se ai tepër që ai nuk mendohet do fitoj, do i shtohet më tepër pikë.
thot, si që premtojnë që do bëj këto, sepse, për shumë, partit e reja, premtojnë, po t'i bësh re, premtojnë shumë. Pse, do në rojë këtë, do në rojë këtë, do në rojë këtë. S'kan gjendor. Po qështë dhe në rojë ti, zoti Lapaj këtë, kurse ti, ma, do kesh 2 deputet, ja 3. Qa do 8 deputet, do në rojë kushtetutë ti? 3 deputet, do në rojë që të rinë fëmijët, 2 deri në 3, hanë shkollët, bëj këtë, qështë e bësh? Po të thua ignorant dhe do se besoj. E njëta gjë dhe pëse, ato rritjet do t'i rrisin pagat deri në këtë mas. Ajo është premtim që po se bëri jep llogari, po pëseja thot, në fundit, pëseja, ose po doja një nga dyja të fitoj. Dhe do jap llogari për ato, po që më premton, ti që s'ke asnjë fuqi në dorë. Po që llogari do jap pëseja për shembull në qofse nuk e fut BE-ja mbas 4 vjetëve, sa e premton Rama pasaportën në BE-s kur ta ketë marru mandatin? Jo, po, atë dorëzoj me një fjallë, do dorëzoj, po, a maron kjo qeveri do filloj, a maron 29? Jo, maron 29, s'maron 28. E 29. Po 29, kur thua 29 nuk futem be, kur thua 30 futem be, po vendimin 29 marë, ti e ke futur. Efektivisht, duke si kur është 30, po 30 gjë qeveria e arshme, ose kjo qeveri, dhe sfitoj Rama tani, e zëmë, se ekziston çdo lloj mundësie. Qeveria nuk dorëzohet në 11 maj, që marrë zja. Dorëzohet në shtator. Pra çdo qeveri i Shqipërisë bërë që dorëzohet në disa muaj pas, por Shqipëria krijuar ajo do plotësoj ditët e saj, se është 4 vjet, nuk është 3 vjet e gjysmë, që i bie në dhe në qoftë se partitë e mëdha me dashje premtojnë më shumë se çdo bëjnë, kjo është normale. Thënia Churchillit të madh, që unë e quaj si politikani më të madh në botë, ndër politikanë në është fakt, thot, zotësia një politikani është që pasi premtimet të premtoj ato që njerëzve u prish mendën dhe tjetë sa më i besueshëm në ato. Se kuptohet, po që i besueshëm të japin votat. Dhe pastaj, kur mos të realizoj ato, të mush mendën atyre se fajtoj për mos realizimin, nuk isha ai pa ishin tjertë. Pra, dihet kërën politik, pra kushe njek politik. Pra Rama premton se do e bëj pensionin 550, nuk e bëri 550, do e bëj 450. Më falni, thot, po nuk e dhja i do bje internet, nuk e dhja i do përmis të... Gjëni justifikim, por në fundit... Si e ka gjetur për punë shëndetësisë falas, subas një? Po s'është falas, po si këtu s'është ama, pra po thuaj se falas është. Ka dhe falas ati. Pra nuk është falas plotësisht, po plotësisht po thuaj se falas është. Në Shqipëri ke siguracione që këtu e ke me $2.000-3.000, ke me $100 vite, në vit. Po, a që kanë dhe fuqim vlerësi? Jo, se kanë se $5.000 se është roga njeriut, a $100 atje e kalon, është më pak se roga, dhe e krasoj me rogën e konkrete të tyre. Po dhe Berisha si do i bëj? Po duke gënjër, pra, të dy duke gënjër. Jo duke gënjër, po duke zmadhuar. Duke zbukuruar. Duke zmadhuar, natyrisht. Njët kërën politikëve dhe mos të është politikë. Në shto fushat elektorale. Po s'ka shtet që se bënë. Po fushata e Berishës, pak të në takimi parë, ishte më tradicionalist. Njësoj, si që ka bërë edhe në 2001, njëta natyrë... Po, sa shok 2001, shok të nga 20. Edhe 20-ën. Po, edhe 20. E të njëtës formë, e të njëtës premtime, flet njëri, flet tjetër, në fund fare flet Berisha. Jo, ishte më moderne. Më moderne kësa e. Ishte më moderne, si që thot Berisha më vodhi Rama, ashtu Rama nuk ja ktheu resën, po duket sikur Berisha vodhi Rama. Po në fund këtu s'ka vjedhje. Këtu ka të përqenë diçka nga tjetëri, a merë naturisht, pa qëtër vjedhje. Me gjitha e të, a i Berisha thase, edhe Nokia desh të vidhte iPhone-in po se bëri dot. Po, pra, efektivisht, ata jo se vjedhe njëri tjetëri, po për të ullur vlerat e tjetëri, thot, Rama më ka vjedhë programin mua, po mirë, nuk është, ta vodhi programin, a theti 500, Rama, me qëllim heshti, dheri atëhere, sa tha i 500, sa da bëj 550. A i s'mund të thot tani, që me që se e bëri Rama 550, a të shkjeun 500. Kjo është pjesë e lojës elektorale. Pjesë e lojës politike, është normalitet. Dhe nësa Rama mund të rinte, mund të ashtynte kohën e programit, sepse ka pas rase që programi ti, është i zhjur programi ati që është qeveri. Thot, unë jam qeveri, pa plan punoj? Po, kam një program. Ato programi vazhdimësis, se u këtë të vazhdo. E ka bërë dhe Rama pa program fare, herën e kaluar. S'ka nevoj, e ka bërë, po
nuk mund të kërkosh llogari njëri që është pushtet çfarë programi ke. Unë kam programin. Ke bërë më mirë se sa e ke bërë sa. Aq mirë ka bërë. Ashtu siç e ka bërë. Ju po kritikoni në burg janë futur të tërë. Ju kritikoni me të drejtë kritikoni se ka bërë. Po mirë, kjo mos bërje. Çfarë solli? I solli fitore. Po çu si ka. Pra, çdo gjë në politik bëhet në funksion të fitores. Paguan Berisha një drejtues fushatë Trumpit se Trumpi fitoi në Amerikë. Ai se një fare jetë shqiptare, po të shikosh. Dhe po ama si e jetë shqiptare, Berisha di shumë mirë se ja jetë shqiptare. Por në pjesë të njerëzve të lkund thotë, erdhi ky Amerikës fitoi Trumpi, ata 1%. Po ata ai e përdor atë si domethënë mënyrë për të figuranti që erdhi nga Amerika thotë Amerika kështu. Siç e tha Lulzim Basha me atë që Gjermanin që erdhi atje në fushatë se bëri Lulzim Basha. Po e kam bërë. CSU se ka. Po e kam bërë. Por Berishës i duhet ky për të neutralizuar. Po i duhet, po sa neutralizuar. Sa fitoi sa pikë mund të fitojë, nuk e di. Sa fitoi atë 2-3 pika, e zëmë, gjithmonë. Nuk e di tash shqiptarët mendojnë se është vërtet. I borbolizojnë rolin e Amerikës. Është vërtet, po sapo ai tha këtë që gjasme miku i Trumpit, se ai miku i Trumpit është i paguar i Trumpit, siguruar Trumpi fitore dhe u arrit fitore. Po janë lobista, janë persona. Atëherë ambasada amerikane dhe dashi departamenti amerikan i shtetit thanë që Berisha non grata nuk ka ndërruar qëndrimin ndaj Berishës. Pra, më mirë mos ta kishe bërë në kuptim ai atë se sa u hap Rolex-i demokrate, megjithatë secili lufton për të arritur një njëjta gjë si fotografitë e Ramës me Obama, na kupton? Jo, njëjta gjë, po nëse ato arritën fitore, nuk është e njëjta gjë. Njëjta gjë është. Ka gol fitore, ka gol koti. Ai në mund të marrësh 50. A posteriori, pastaj që more fitore, po ku dje fiton dhe s'fiton. Jo, tani qofse po dhe Lul Basha të njëjtën lojë po bënte. Po Lul Basha tani e bën për të marrë 2 deputet, dhe një s'mund mos a marrë, po ai pa quajmë. Nësa Berisha nuk lufton për 1 për 2 ose lufton mbi 50 do jenë ata. Të dy secili. Si do jetë fundi i Lul Basha, si mendon? Lul Basha Rama po tall Menderin, po them jo, të dy ata po zihen me bashkë kur ka ndonjëherë kohë për humor, si Rama, ndërsa Rama deshit të faktorizonte, se dihet, ata i do votojnë për Bashën. Nuk votojnë për Berishën. Jo, nga PD do i marrë Basha, s'ka do i marrë. Po sikur Basha, Basha do marrë 15.000 vota në rangën e publike. Këta 15.000 vota për Bashën, me madhja do e një deputet. Nësa, këta 15.000 vota për Berishën mund t'jetë dhe 2, sepse i ka shtuar në secilë zonë nga një sasi të vogël që mund të futë për 100 deputet, për 100 votues, 200 votues mund të humbë zgjedhjet në Vlorë, në Korçë, në Shkodër. Nësa pra më shumë është prishës punë, që ajo në drejtën e tij, sa ai derisa dua dhe unë që të fitoj, sa arrin pastaj faktorizohet dhe kështu që ajo loja 77-29, 77-313, 313 është burgu i Tiranës. Atje është tamam lojë e mirë, por Rama e përdori 2-3 herë, u ngop me atë, i dha fuqi diçka sa mund t'jepet Bashës dhe kaq mbaroi ajo fylla e pjesë e orkestrës Rama Basha. Okej, avokat, faleminderit për analizën, edhe me humor kësaj here, për situatën zgjedhore dhe para zgjedhore në Shqipëri, shpeshherë premtimet elektorale janë bërë për të tallur nga ne që i përjetojmë. Nuk janë tallje ato, është pjesë e luftës. Është pjesë e luftës. Pjesë e betejë. Siç luftojnë 2 bokserë me njëri tjetrin në fund për qafarën. Është pjesë e shohë. Të besojmë. Të shpresojmë që këto zgjedhje të jenë zgjedhje të drejta, të pranuara nga të gjithë, nga fituesit dhe nga humbësit, edhe të shpresojmë që Shqipëria të shkojë përpara drejt integrimit evropian, drejt ruajtjes së demokracisë edhe fuqizimit të shtetit ligjor. Zoti avokat, ju falenderoj. Faleminderit juve. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dham fund emisionit ton Argument.
me avokatin mikun ton të njohur Napoleon Brau, diskutuam nga pikpamja zgjedhore kodin elektoral, arritjet e tij dhe analizuam dhe hapjen e fushatave elektorale. Miru takofshim në emisionet tjera.